أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقوله أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mesazhi ose dinin të cilin Allah subhanahu wa taala e ka bën publik dhe e ka shpallën pejgamberëve dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam, fejen dhe dinin të cilën do të thotë u ka dhuruar njerëzve, është fjala për dinin e Allah subhanahu wa taala, Islam. Dhe Allah subhanahu wa taala din tjetër nuk ka zbrit. Adi ka njerë janë të vërteta të dhimbshme. Varësisht për momentit, ka njerë na do të thotë, si të them, kundra vendit e kuvendit, që si muhabete, ama e vërteta që duhet të thohet e të ndëgjohet, është Allah subhanahu wa taala përveç Islamit nuk pranon. Këtë fejet që dhe më thonë pejgamberët që i ka thënë Zoti dhe librat, ka të reguan se urdhër i ka qenën të jeni musliman. Edhe të jeni musliman, për ne është e njohur. Si besimtar, dhe më thonë ato komponente të besoni Allahun një, i cili s'ka as fillim as mbarim, nuk mbështetet tek askush, nuk kërkon ndihmë prej askujt, nuk e konsulton askënd, vetë vendos, mat edhe pret. Edhe ati takon adhurimi, madhërimi dhe lavdërimi. Nuk është me prejardhje nga dikush, dhe askush nuk është me prejardhje prej tij. Nuk ka lind që të vdes, dhe i ka emrat e bukur, dhe është krijues i gjithësijës, i gjithçkajt, i çdo sendi, dhe ai vazhdon të kujdeset dhe të mirë mban krijesat, qoftë bim, shtaz, kafsh, insan, njerëz, melajke, gjin, planete, kosmose, ligje, ai ka themelu, i krijon dhe kujdeset në vazhdimsi i mban. Këto feja që i kanë shpik njerëzit as kanë shpik, nuk kanë shpik vetëm fe, njerëzit kanë shpik edhe zotra. Pa emrat është. Njerëzit kanë shpikën zotra. Figura, njerëz, monumente, planete, i kanë nominua aty, i kanë quajt zotra, ditë në mirë, njerëzit kanë shpikën shkamos. Kanë shpikë edhe fe. Hebraizmi, krishterizmi, budizmi, aiki, nuk pranon Allahu dhul xhelal përveç fejes të tij të cilën ai e ka shpallën nëpërmes pejgamberëve prej te Ademi deri te Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Ama ki ai njeri mirë, familja ime e jotja, ne jemi vëllezër, më tha tash ka muhabet, edhe ka hapësirë, edhe ka disponim, ka edhe mirë kuptim, mund të ketë edhe bashkëpunim, edhe bashkëjetesë, nuk është problem. Realiteti është ki. Zoti nuk pranon fe përveç Islamit. Dhe besim përveç imanit të quaj, nuk pranon. Nuk ju ban dobi në botën tjetër. Këtu mund t'i bani vetës qef, jam i devotshëm, jam i sinqert, jam i moralshëm, jam solidar, human, paqësor, pacifist, i shkollu me arsimum, ama nuk jam musliman. Nuk të krin pun nesër në botën tjetër, pranë madhërisë së Zotit. Është e vërteta e hidhur
Se normal t'i kje njerëz që s'janë besimtarë, musliman. Edhe është shumë e vrashgët. Mirë po kjo është realiteti. Dhe më thonë, nëse e shikojmë librin e Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberët e Zotit dhe shpalljet ose citatet, urdhërat dhe kërkesa ose ftesa e Allah subhanahu wa taala që të jeni musliman, besimtar. Edhe vetëm në kuadër të besimit vinë shpërblimet në botën tjetër. Për çfarë pejgamberi alayhis salam në hadithe kush ka thonën la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, është besimtar dhe xhenetli në një formë apo tjetër. Po ata që se kanë thonë, kur të themi e kanë thonë, e kanë fjalën e besojnë, e praktikojnë, dije çka nuk kuptohet. Po ata që se kanë thonë, nuk ju krijnë punë, janë në xhehenem. Duke nis nga familja e profetëve. Njeri i mençur e çel librin e Zotit dhe mëson nga gabimet e të tjerëve. Mëson edhe realitetin të vërtetën. Për shembull, a ka qenë lehtë Nuhi alayhis salam ta shohë djalin e tij jo musliman? E dini një debat i vogël aty ka qenë? Allah i ka thonën, ja Nuh, se e ka lutë për e vlad, e ka pasë shkoj, në xhehenem për gjithmonë, në zjarë, ma thjesht. Edhe e ka lutë Allah subhanahu wa taala, si baba për e vlad. Ka thonë, ja Nuh, shloj dur të poshtë, mos më lutë kur asnjëherë për kësi gjonda. Ai nuk është biri jot, më thojza. Ai nuk është besimtar, nuk ka musliman. Ama është djali im biologjik, nuk lu në rol. Çka ka pasën me i bon Luti alayhis salam grujës së tij? Qafire. Ai krin punë pse e ka burrin pejgamber. Djali të Nuhit qafir. Ai krin punë pse babën e ka pejgamber. Nuk krin punë. Ai ka kryen punë Ebu Talibit, axhës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Përveç dinit të Zotit, përveç dinit të tij, Zoti nuk pranon pjella, prodhime, produksione, shpikje njerëzore. Po doni që impononi Allahut, valla që të janë bindet e mia, e di, si dush pranom çështu. Jo. Për ta pa këtë që më them është e dhimbshme, tash Ebu Talibi e ka rritën pejgamberin alayhis salam kushtimisht. Edhe ju ka dhimbt. E ka pasin vend babës, axha. Ape te krija ati momentet e fundit, thuj be axha im, o axha im i dashur, thuj be la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, unë do të ndërmjetësoj të Zoti për te. Vetëm thuje, që të më mundsojsh të ndërmjetësoj se shefati i takon besimtarëve. Si e besimtar, s'ka as shefat, as pejgamber, as rahmet, as kur gjon hiç. A është e hidhur? Po sigurisht është e hidhur, shumë është e hidhur. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ja, nuk do isha të hinj aty, do isha ta ilustroj këtë që dashta të them se përveç Islamit Zoti nuk pranon dhe kuptone që ne nuk kemi fuqi, as mundësi, as nuk kemi ingerenca që imponojmë Zotit, të thojmë pranojmë edhe këtë fe, se kemi marrë mbledhje në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në lindjen perëndim, kemi votuar pranoj edhe këta. Na nuk e kemi këtë mundësi. Zoti nuk e ka lënë në qeverisje, në pushtet të dikujt të imponojmë propozime tash Rabbul Aleminit. Pranoj edhe të krishterët, pranoj edhe këto jahudit, edhe budistat, se kanë qenë të mirë, solidar. Kanë qenë paqësor, të devotshëm. Nuk ka. Thasha gje Nuhi, Zoti e ka shkarku me njëherë, e ka diskualifikuar atë veprim.
dhe dëshirë të parregullt, jo legjitime, për djalin qafir, po më kërkon ta mëshiroj. Këto janë rregulla që i ka vendosën Rabbul Alamin. I përgjigjesh, e ndjek, e zbaton librin dhe pejgamberin e tij, je musliman dhe ke xhenetin definitiv. Nuk e njeh Allahun, pejgamberin, pejgamberët, librat, ringjalljen, haramin, ti se ke respektuar Zotin, i cili të ka krijuar. Ti nuk je nënshtruar Allahut. E po mëshirën e ka Allahu, xheneti është i Allahut. Ne s'mujmë atë me këmbien tash, me ta dhoni një pjesë, mundet, nuk është e imja. Është e kushzuar, sikur që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Po mirë, tash kjo përjashtim është, jo be kjo është ftesë. Eja në dinë të Zotit, qish po vinë këtu për çdo ditë në perëndim, meshkuj dhe femra të shtresave, moshave, profesionave të ndryshme për çdo ditë që kalojnë në Islam. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, krejt bota mund të jenë xhenetli, vetëm ai që nuk don. Kështu është një hadith, dhe shumë e thjeshtë, që e ka libri Allahut, ftesa vlen për të gjithë. Edhe dini i Zotit ka karakter ndërkombëtar, botëror, universal. Allahu nuk e ka zbrit fejen për arabët, as për hebrejt, as për amerikant, as për rust, as për shqiptar, as për gjerman. Elementet e ndërkombëtarizimit të dinit të Zotit, ju e keni në shprehje, nuk e në rastit Allah që e kalonë në fillim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderojmë Allahun e botrave, pik. Nuk ka këtu racë, as ngjyrë, as gjuhë, as përkatësi, as pozitë geografike, as merita, nuk ka kur gjo. Allahu Akbar, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Për ata është e vështirë me kapën dinin e Zotit, me vendosën përballë kritikave dhe gjikimit. Se s'mundet, nuk ka racë, nuk ka gjini feja e Zotit. A mos konë diçka që të ketë elemente arabe, elemente perëndimore, elemente lindore, do të kishë drejt njoni me kritiku tjetrin. Me thonë jo. Se kja Zoti, sikur që ka qenë, dhe me thonë në fejat e pagandave. Zoti i verës, i pranverës, i lindjes, i perëndimit, ku të di unë, i të korrave, të mellmave, ka të drejt dikush me kritikuar. Ama këtu nuk ka hapësirë nacionaliteti. A di do biseda të laikëve. Gjithandej, në botë edhe tani mo janë shumë virale dhe aktuale në trojet tona. Ama ti kur se kupton, a shumë e vështirë me ignoranti, për atë ulemat kanë thonë. Tash Ebu Hanifja ka thonën, gjatë bisedave të mia dhe debateve shkencore, vetëm di vetë në kanë mund. Ai që ishte më i ditur se unë, dhe gjahili. Gjahilit mund, se aja është i pa ditur, nuk respekton regula, qëtë fjalë majtës gjastës e përzin, së një ri për balë, dush mu tërheq dikur. Paralelen, sikur ai, kur e komentoj këtë vizitën e kryeministit shqiptar këtu në Jerusalem, edhe dashti ta legjitimoje kam fjallën, ta zirtarizoje, është normal, paralelja ta, shif në ignoranca. Paralelja thash, pse me tha po çuditini, po normal që Gaza është fajtore, pse? Po tha sukur ne Kosova me shku me sulmu nishin. Normal që i reagon. Ignoranca, a ka berac, a ka gjini ignoranca. Marba e poeti arab ka thonën, kefa bil ilmi sharafan e njën tësebe i lejhe l'gjala. Ka thonë, dituria i meriton respekt që edhe gjahilat kanë qef me ditë.
Ati dituria është e mirë. Edhe ato që s'din, kanë qef me dit. Ashtë, do më thonë, në konton e diturijës. Ama ti e i pa ditur. Kjo nuk i bie kështu sa për informat, se më zdalbi teme. Kjo ajsh ka dashti me ndërlidh paralelën, ashtë su kur Kosova me pasmo sulm në veri. Jo në nish. Kur si njef gjërat, ma mirë është me hesht. Ka thonë mësuesi i njerëzimit, ja thuni diçka të hajrit që i shërben, zë vend dhe është e bazuar në referenca ose hesht le hapësirë flasit të tjerët. Qa ke punë me nishin? Pastaj pikpamja nga linja në perëndim, varët ti si e shef, ti e komenton ti si e shef, aj nuk e shef ashtu ti, aj e shef ka hi në tokat e veta, të okupuara, ka shku me i sliruan kushtimisht. Edhe s'po më intereson ta se sa një moment. Vetëm po du me të thonën se ti je ignorant, i pa ditur, mos u fut në ujra të trubull të dush me qenën në tuës shumë i stërvitur. Ati mos qemojmë se aji halifja i muslimanëve ka pas qef me ditën, atë botë kanë qenën shumë të zhvilluar poetët dhe poezia. Qa që zhvilluar ka qenën, kanë dash të konkurrojnë vargjet e ajeteve të Allahut. Ama është diçka për te filozofijës, ati një botë, shumë e pasër, edhe halifja i kam ledha të poetët ati, edhe që kita recitoje një varg, poet, ama lidhe me truni jo. Në mesin e atine ka qenën një poet i shkuar, edhe e kritikon, halifa, thotë ullu, ati se s'ke lidhe me poezita, shërri që ati ku je. Urdhërin e qonë e mbil në burg me gomartë. Nahër të hajvand, një muj, poetin, mas një mujve del, ape në mezhlisin e halifave, se halifat kanë nejt me ulemo, mas darke, s'kanë nejt me të korruptum, skandaloz, skandan të ndera këtu, ape aja të në mezhlis, ape a halifja, ja ka njës po reciton, tu recituon ki qohët ka dalle, ku po shkoj me thot? Po shkoj thot të magartë. Se po du të me të kritiku të ignoranti je. Tash me të kritiku të më qënë të magartë. Po shkoj thët të magartë. Ullu me thët letë, tash më se të pro. E po hesht. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. S'kemi pun dishka toksore këtu me dinin e Zotit. Ati po du të përjashtoj mundësien që feja vendoset në kritik. Se këta e ka thonën ki filozofi Gjerman Kanti, ka thonën çdo gjë kemi arrit që nënshtrojmë kritikës dhe analizën. Vetëm dini i Zotit nuk po pranon ti nënshtrohet kritikave, jo be. Ta bim fjalën e Zotit dhe madhërien e tij përpara ignorancës tonë këtu tash. Jam musliman, s'jam shqiptar, ku e diun do muhabete, jam me Deçanin, s'jam me Iranin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Nuk ka pun me kërkan. E falemderojmë Allahun e të gjitha botrave, jo botës e shqiptarave, katolikëve, lindja perëndimi Arabia, s'ka pun me kërkan. Kja libri Allahut për njerëzimin. Edhe kemi thonë, këtë libër, Zoti e kaftuar njeriun dhe xhinët, mos harroni, janë të obliguara paralel dhe barabart me njerëzit. E pranon e zbaton, je musliman, xhennet li, renegon, del prej këti dini, hiç s'ke hin këtë din, je xhehenem li. Kur gjo s'ka tjetër? Shembulli, i Nuhit, i Lutit, i pejgamberit me familjes dhe shumë të tjereve. Nuk i shërben. Edhe në fillimi thash, duket e vrashgët, realiteti, se pjesë e besimit është, keni kujdes, pjesë e besimit është me thonë këtë të vërtet. Nuk guxon këtu me maskuon tash. Jo edhe ju jeni mirë. Jo hiç jeni mirë. Dhe këtë libër nuk e kanë shpikën mendjet njerëzore, as institucionet shtetërore, as dhe një lëvizje shoqërore, as dhe një akademi, as nuk është mbajt dhe një vendim juridik dhe politik.
nuk është pjell e mendjeve njerëzore që të mund të vihet në analizë dhe kritik. Është fjala e Allahut Dhul Xhelal për mbar njerëzimin. Ma kana hadha al-Quran yuftara min dunillah, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil al-kitab la rayba fi min rabbil alamin. Kjo është libër që ka zbritën prej Allahut, Zotit të botrave. Këto e kam fjallën. Të Zoti i botrave. A gjë elhamdulillahi rabbil alamin, e falenderojmë Allahun e botrave. Dhe ky libër nuk është i shpikur, as i shpifur. Kjo është fjala e Zotit të botrave. Nuk ka hapësirë këtu për nacionalizma, lokalizma, lindja perëndimi, na kemi identitet, po kthehemi të baballarët, jo të nenat. Se si të kthehemi mbrapa 100 herë kemi thonë. Unë jam që të kthehemi mbrapa. Ku kemi qenë? Te Ademi a.s. Edhe te Hava. Musliman. Çdo gjë që ka ardhur mbrapa, ka lëviz nga kjo vijë, është devijim. Ai duhet të kthehet te burimi, jo prej burimit te mas. Me qenë musliman, don të thot me qenën xhenetli, më shkurt. Dhe me u kthyen prej në musliman në qafir, don të thot me hikën prej xhenetit me shku në xhehenem. Nuk ka lidhje këtu raca, gjuha, mendimi, orientimet politike, pozita gjeografike, përkatësia kombëtare, gjuha, nacionaliteti, më thot absolut nuk ka lidhje. Mos e ngatroni se gaboheni rand. Këtë këto janë të tokës, këto muhabete. Feja është e Rabbul Alamin. Nuk ka lidhje me asnjë nacionalitet. Innehu la Kur'anun Karim. Kjo është libri fisnik. Maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Allahu në Kur'an ka thonë këtë libër fisnik nuk guxon me prekën askush pa qenë në gjendje të pastërt me gusël e abdes. Se nuk është thash një botim i një shtëpie botuese. Nuk ka fjala e njerëzve. As nuk është fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam. As nuk është fjala e melajkeve. Fjala Allah subhanahu wa taala. Për respekt, për dinjitet, autoritet dhe madhërim, duhet me qenë në gjendje të pastërt, të plot për ta prekën. La yamassuhu ila al-mutahharun. Nuk e prekin atë veç ata që janë të pastër. Tanzilun min Rabbil Alamin. Që është i zbritur prej Zotit të botrave. Ai mos më paskon Kurani pinkon e pejgamberit, dhe arabët që e kanë njohur gjuhën kanë dashur të hanë, domethënë vetëm në fushën e gramatikës, aty ta kritikojnë, ta demontojnë, s'ka pas mundësi, janë dorëzuar. Krejt mendjet, krejt institucionet e tër inteligjenca janë dorëzuar para fjalës së Allahut. Janë dorëzuar pejgamberët e Zotit. Janë dorëzuar, domethënë, mendjet më të ngritura dhe të ndritura. Janë paralizuar kur e kanë pahën. Mbreshtim atyre që se lexojnë. S'din kur gjosh kemi të folur. Këtu amerikani para ditëve bleti Kuranin tesk 10 euro. U bë musliman mas ditëve. Para këto ditëve aktoria e një shteti aziatik atje, e cila kishte një karrierë dhe premtonte për të ardhmë një karrierë të bujshme, një vajzë e re dhe bukuroshe, e pranoi Islamin tak Shamiën. Nuk ka këto diskutim. Rabbul Alamin, s'kam punë me njerëz, as me raca, as me orientime politike. Kam punë me atë që më ka kriju. Domethënë libri i Zotit të botrave dhe Zot i botrave, domethënë Allahu është me karakter botror të quaj. Libri i tij është me karakter botror, si ka thonë Allahu arabëve në libër. Edhe pejgamberi i ka thonë ne kemi dërguar mëshirë për mbar botrat, jo për arabët, për njerëzimin. Pastaj ka ajete që zbukurojnë edhe hadithe. Do të thonë dispozitat që i kanë nuën pejgamberi alayhis salam për në luftë, në paqë, pengjet, rënimi,
natyra, pastërtia, ambienti, mjedisi, ku e diune, e drejta e kafshëve, ne të kemi dërguar mëshirë për të gjitha botrat, jo për arabët, as për Kosovën, mëshirë e mbar botës, dhe këtë mëshirë për çdo ditë e komunikojnë gjeneratët e reja, dhe kur e gjojnë pejgamberin dhe hidajetin, e gjojnë thesarin. Lumturien e atyre që nuk mund ta interpreton askush kur e gjojnë dinin e Allahut. Jo jeni ti pata shkon në fundin në media, musliman në Amerikë, në Britanie, në Gjermanie, të mbulu me hafazllare, me mekra, e me kapuça, e non-stop xhami këtu në Perëndim. Ai nuk i ka këto paragjikime, si them fanatik, ignorant, i mbilur idiot. Ai smërzitët. Ai pranon fejan tak shamin tak mekrën në xhami, publikisht, hapur dhe plot e lan. Jo valla ne jemi kështu, na po kthehemi atje, po kthehemi këndej, po kthehemi në ton. Pejgamberi alayhis salam ka thonë për të vërtetuar këtë ndërkombëtarizimin e dinit të Zotit. Ka thonë el anbiya ikhwatul li'alat, ummahatuhum shatta wa dinun wahid. Pejgamberët janë vëllezër. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, pejgamberët janë vëllezër. Ata s'kan qenë një kompsie. Ata kanë qenë domethënë nacionalitete të ndryshme. Janë vëllezër në dinin e Zotit. Ka thonë nonat i kanë të ndryshme, fejen e kanë një. Feja një, nuk ka fe tjetër ej. Vetëm dini Allahut. In awwal bejtin, domethënë në pejgamberët, libri Allahu, këto komponentet e kam fjalën. Dhe in awwal bejti wudi alinnasi bi beket el mubaraka, shtëpia e parë që është vendosur domethënë për adhurim, Qapja. Një drejtim e kanë domethënë krejt këto nacionalitete, raca dhe ngjyra. Këto janë vëllezër, kthehen ka këbla dhe kanë një namaz. Do thonë me një formë, me një mënyrë, me një ja ju nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Pejgamberi alayhis salam në fjalimin e fundit të tij në haxhin e Lëntomirës, veç qerave ka thonë: o ju njerëz, Zoti ju është një. Nuk ka Zot i krishterëve, i hebrejve, i muslimanëve, i atyre këtij. Zoti është një. Ka thonë dhe baba juv është një. Ademi alayhis salam, edhe nona. Për këti mesazhi, domethënë në analiza, akon se pejgamberi alayhis salam jep të mbante fjalim me karakter ndërkombëtar. Nuk ishte ju folën arabëve aty në Arafat, ose muslimanëve që kishin ardhur nga 4 anët e vendit aty nga afër. Ai ishte fjalim që mbijeton deri ditën e Kiametit. Zoti ju është një, edhe baba ju është një. Këtë të ndarje politike, juridike, raca, kombi, gjuha, ngjyra, pozita gjeografike janë njësi organizative. Na mundson neve të organizohemi, të njihemi, ama jo ta konkurrojmë Allahun. Pse jam i bardh, pse jam i zi, jo unë jam shqiptar, ti si musliman, kujt di unë kësi muhabet. Keni kujdes, rune familjen, farefisin, dhe drejtone në dinin e Allahut, dhul xhelal, edhe më pëlqejnë reagimet, a që se unë s'dojsha me hi ati drejt për drejt. Ama në kohën e fundit, në Kosovë, është ngri zëri i arsyes, e kam fjallën për ata që e mbrojnë dinin e Zotit. Kohëve të fundit ke këngëtare dhe këngëtar që falin 5 vakte namaz, që e deklarojnë në për studio. Unë e kam profesion kongën, gjejshat e ndëgju. Ama unë i fali 5 kohë namaz. Profesor, intelektual, akademik, juridik, pol e gjali që e mbrojti kauzën e dinit të Zotit, që arrova emrin që e kishtë të mbaruar juridikun. Shi e qartë ati në komente, e kejtë shqiptaria u radhit mas ati, për mashallah, në media, dhe më thonë tash kje ushtar, që deklarojnë identitetin e tire fetar, vajzat e reja me profesionet të ndryshme të mbuluara, për balë lëvizjes e dreqit atje.
Kje politikan, polic, ushtarak, akademik, letrar, shkencëtar, dietar, që janë musliman, falen dhe agjerojnë. Sot, edhe nuk ka pas nevojë ki reagim, po kur u provoku e kam fjallën, dini i Zotit, ati, erdhi reagimi, do më thonë, nga analist, nga gazetar, nga shtresa, nga gjinia, që ishte për mashallah. E kam fjallën dhe duhet të ngritet zëri i arsijes. Sigurai që tha, më kanë afru para me ndruon dinin. Nuk e ndroj. Pse sa t'i shke? Jam tha musliman dhe shumë i dovoqshëm, dhe shumë e du fen time. Pa mërë parasysh ish jam. Ama e kam pjesë të identitetit. Sigur që tha i qetri, të qenurit musliman, atje, aja shpifja doli ti e musliman. Do më thonë ti si e shqiptar. Ti e musliman, do më thonë je arab, aziatik. Po kur je katolik, kush e ka nxerr këtë formull? Jam musliman, si jam shqiptar? Ço ka lidhje kjo me këtë? Walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.